E si ka mundësi që të shërohet një gjë e tillë, patjetër do thot për me e dit ilaçin ose për me i largu to probleme duhet me dit ilaçin. E para prej atyre është besimi në Allahun azza wa jall. Nëse besimtari është i sinqert në besimin e tij, bindjen e tij, atëherë shejtani ka shumë më vështirë që të deporton deri tek ti. Thot Allahu innehu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. Thot se shejtani nuk ka mundësi që të dominon mbi ata që i besojnë Allahut, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe Allahut i mbështeten me sinqeritet. Nëse ti i beson Allahut dhe i mbështetesh sinqerisht, atëherë është shumë rënd që shejtani të deporton deri tek ti. Kërkimi i diturisë fetare prej burimeve të cakta, sepse me dituri e ruan veten tënde, me ignorancë shejtani të mashtron dhe tallet me ty në forma ndryshme. Madje një prej pyetjeve që ka më çuditshme. Ka thonë njëri, tha, nuk po kam problem ta me fejuarin tim, një vajzë. Edhe tha se më kanë thënë se me marr unazën dhe me urinu. Me urinu në mesin e unazës, ta po largojshin problemet. A e dini që do më thonë kjo? Kjo do më thonë që ai njeri ka nevojë, do thotë, për dituri, mos tonë për psikiatër, sepse kjo nuk është normal. Kjo nuk është e logjikshme, mirë po. Deri pse kush e ka pru gjendjen deri këtu? Kush? Ignoranca. Nëse nuk lexon, tallet me ty. Prandaj marrja e diturisë fetare, pasi që beson sinqerisht në Allahun, dhe i mbështetesh Allahun, dhe merr dituri, lexon dhe mëson, atëherë shejtani ka shumë marrën që të deporton. Dhe poshtë do të një prej sebepeve të tjera është sinqeritetin këtë fe. Qesh i sinqert me Allahun, thot Allahu subhanahu wa taala, se shejtani ka thonë gjithë kanë për mi marrë dhe me deviju, përveç se kujt, përveç se illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç se atyre të cilët janë sinqert. Thot Omeri radhiyallahu anhu, thot hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Thot llogaritni veten e juaj para se të llogaritni, dhe matni veprat e juaja në dunjë para se të maten ditën e Kiametit, sepse ditën e Kiametit do thot atë ditë do të ketë jo llogari. A ditë do të matën, do të ketë llogari, do thot. Mirë, po llogaria nuk është sikur se në dunjë. Do të llogaritesh ti. Edhe a ditë do thot do të maten, do thotë veprat. Prandaj mati më mirë peshojnë dunjë dhe shikoj ato para se a ditë do të dalin para Allahut dhe ke për me dhënë llogari. Dhe thonte do thot Hasan el Basri, thonte se besimtari thot nuk e takon, ose nuk ka mundësi ta takosh një musliman, përveç se do thot ai e llogarit veten e tij. Dhe ai thot vetes së tij se ti çfarë dëshiroje që të veprosh, o veçja ime. Fol me shpirtin tënd dhe i thua, o shpirti im, ti çka doshte me bën? O shpirti im, ti çfarë doshte për me hëngër? Çfarë doshte ti për me pijen? Kurse gjunaçari si intereson një gjë të tillë, dhe ai asnjëherë nuk e llogarit veten e vet. Mirë, po ka për me ardita, thot kur do të llogaritet. E në këtë rast nëse ti e llogarit veten tënde shpesh, atëra shumë më lehtë që të mbrohesh nga shejtani. Përndryshe, shejtani do të dominon dhe do të vijë deri tek ti shumë më lehtë. Dhe poshtë do të përmendja Allahut, e sidomos kërkimi ndihmë nga Allahut në momentet kur sulmon shejtani. Thot Allahu subhanahu wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu samiun alim. Thot Allahu, nëse gjalli përpiqet që të vijë thot të shtyj thot drejt sa keqës, sa i vjen do të me vetveten e tij do me çuka e keqja, thot do thot kërko strehim tek Allahu. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thuaj se do kush vjen do thot po vjen dukush për mas, sikur se i je. A do sikur se i je ka mundësi që do thot prej teje, ose ka mundësi do thot shejtani tollet me ty, vjen ndonjë shejtan dhe tenton që të lunë me ty. E në ato momente thot Allahu, nëse vjen ndonjë shejtan i tillë dhe të frikson, atëherë thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, po se me të vërtet Allahu dëgjon dhe Allahu e di gjithçka. E në këtë rast nëse ke probleme me vezvese, atëherë kërkon mbrojtje tek Allahu xhel. Po ashtu do thot leximi i suratul Falaq, Nas, Kul huwallahu ahad, po ashtu do thot leximi atul Kursi, po ashtu do thot dy ajetet e fundit suratul Bekare, gjitha këto ndikojnë do thot që ti të mbrohesh nga shejtani dhe të ruhesh nga vezveset e tij. Por vezveset e tij janë të liga, janë këshia. Rreziku i tij është i madh. Allahu ka thënë se kjo është armiku juaj, edhe aty i qartë, do thot është armik. Prandaj merrni si armik, mos e merr si shok. Mos mendo se ai lun, mos mendo se ai është i but me ty, jo. Mos e mendo. Ai është i ashpër, ndaj i keq dhe tenton që në vazhdimsi që të shkatron. Prandaj do thotë mos e merr si mik, po merre si armik. Mësoja kurthat e tij. Mësoja do thotë metodat se si të deporton deri tek ti. E atëherë me lenin Allah ke për me. Po do thotë se sa ke për më mbrojnë prej ti, edhe ai do thotë ndikimit i tek ti ka për me qenë më i dobët. Madje në momentin më të rënd, momentin e vdekjes, ai ka për me koka. Dhe do të tenton që të devion momentin e fundit më të rënd, kur ti në momentin jetu ja dhon amanetin Allahu subhanahu. Çat moment vjen
dhe tenton për më shumë, vjen forma ndryshme, formën pamjen e babas tan, nënës tan, dhe vllavit që të ka vdek. Dhe thotë shembull bau krishter. Vjen sikur se pamjen e babas tan, dhe thotë bau krishter, sepse kjo që ka e drejtë. Edhe ti nëse dështon, nëse nuk e di se ajo shejtani, çfarë bën? Dështon. Vjen nëndër, do kushtot e kanë pa njën, do të kanë pa Allahun. A ne dimi se Allah nuk shifet. Mirë po talët me ta vëllaj, talët. Aja shejtani. Vjen do kush është gjunaçor më i madh. Mëkatar më i madh thotë unë thotë e kam pa Allahun, thotë e kam pa pejgamberin. Ai kurr nuk e di se si është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Asnjëherë kurr. Për me pa ti atë duhesh do thotë për me ditë cilësitë, a është e vërtetë apo jo? Edhe pastaj fillon ta përshkruaj se e kam pa Allahun si dritë, edhe kam pa kështu, kam pa melek, mu ka vzatu një melek te mure, kujt di çka. Këto janë tallë me menjen e njeriut. Kush i bën? Shejtani i bën, jo zbukuron. Gjitha këto është për çudi, kjo është realiteti jon. Do thotë që populli jon nuk lexon, nuk e di. E nëse nuk e di, atëherë shejtani tallot me ne shumë lehtë. E kur ke dituri dhe ke iman dhe ke binjë plot, me lenë Allah nuk ka mundësi që ti të bish në kurthat e tij këtë formë.